Dita e 4. Philippe Melanchthon, 1497-1560. Luterani zemërbut, nga David Mathis. Philippe Melanchthoni nuk ishte ai lloj personi që niste revolucione, por që vendoste rregull në mes të rëmujës së shkaktuar prej tyre. Udhëheqësi i tij frymëror e intelektual, Martin Luteri, ishte i ashpër, impulsiv dhe energjik, ndërsa Filipi ishte një person i druajtur dhe mendjekthjellët, i cili dinte se si t'i afronte dhe bashkonte njerëzit. Luteri vete pranonte se ishte brum por pa fjalë, kurse dishepulli i tij i ri, por mendjendritur, ishte brum dhe fjalë. Luteri as që bënte përpjekje për përpikëri apo për të ruajtur nga keqkuptimet. Të shprehurit në mënyrë të saktë të përpikt ishte pika e fortë e Melanchthonit. Luteri thoshte vetë që ndërsa ai përdorte ushtën, Melanchthoni ishte mjeshtër në përdorimin e thumbave dhe të gjilpërës. Luteri ishte shtekhapës, sepse atij i takoi detyra që të përdorte satërin apostolik për të çelur një udhë të re përmes xhunglës së pashkelur shekullore të bestytnive. Përkundrazi, Melanchthonit, sikurse Bullingerit në Zyri dhe Calvinit në Gjenev, i takoi që të luante rolin e sistemuesit të qetë dhe të përmbajtur, duke e përpunuar shtegun protestant për brezat që do të pasonin. Ai ishte reformatori i qetë dhe partneri i dur për Luterin e egër dhe të zhurmshëm. Mirëpo, Melanchthoni nuk u bë i njohur vetëm për faktin që ishte i qetë e i butë, sepse kur vinte puna, ai shfaqte një nerv shpërthyes. Jo vetëm që ishte kureshtar i paepur dhe një zotërues mjeshtëror i çdo lënde, por gjithashtu, çuditërisht, ishte edhe bestyt. Si çdo mëkatar tjetër, edhe ai kishte përzierjen e tij kontradiktore të virtyteve dhe veseve, por Perëndia nuk e kishte problem ta përdorte atë për veprën e tij. Talent, profesor, bashkpilot. Lindur në vitin 1497 në jug perëndim të Gjermanisë, Melanchthoni ishte nipi humanistit të mirënjohur Johann Reuchlin, 1455-1522, i cili, duke ndjekur traditën humaniste, e këshilloi Filipin që ta ndryshonte mbiemrin nga Schwarzert, tokë e zezë, në versionin e helenizuar Melanchthon. Duke qenë vërtet një talent i rrallë që në fëmijëri, Melanchthoni studioi letërsinë e vjetër greke e romake në Heidelberg dhe Tübingen, dhe arriti në Wittenberg në vitin 1519, në moshën 22 vjeçare, ndërsa reformimi po merrte vrull. Po atë vit, ai e shoqëroi Luterin si ndihmës në debatin e Leipzigut. Rreth vitit 1521, ai botoi versionin e tij të parë të koncepteve bazë, i cili filloi si një komentar mbi letrën e romakëve, por i frymzuar nga shkrimet e Luterit, u përpoq ta lidhte teologjinë e krishterë me tekstin biblik, në vend që të ndiqte kategoritë filozofike të veprave akademike mesjetare. Teksa zjarret e reformës u ndezën edhe më fort, Melanchthoni ishte për krah Luterit në Marburg në vitin 1529 dhe në Augsburg në vitin 1530 u paraqit si përfaqësues i Luterit për të mbrojtur kauzën luterane, duke formuluar madje rrëfimin e Augsburgut, meqense Luteri kërkoi nga drejtësia për t'u gjykuar dhe s'mund të merrte pjesë. Mendje e pavarur. Sidoqoftë, lidhja e ngushtë e Melanchthonit me Luterin nuk do të thoshte që të gjithë luteranët i përqafuan idet e tij. Madje, që kur ishte gjallë Luteri, disa e akuzuan Melanchtonin si një doktrinë prishës, i cili po merrte kontrollin e lëvizjes së guximshme të Luterit për ta zbutur atë. Në të njëjtën kohë, shumë të tjerë vlerësuan me gjithë zemër rafinimin, mendjekthelltësinë, zotësinë teologjike të Melanchthonit dhe menduan që ai po i ofronte një shërbim shumë të çmuar mikut të tij nismëtar. Melanchthoni ishte mendimtar tepër i kujdesshëm për të rënë dakord 100% me Luterin. Mirëpo, edhe atëherë kur dallimet në mes tyre dolën në pa, ai nuk rreshti së konsideruari veten si dishepulli i Luterit. Ai po e ndihmonte udhëheqësin e tij frymëror e intelektual, duke i pjekur edhe më mirë pikpamje teologjike të këtij të fundit. Pra, nuk po rebelohej kundër tij.
dy dallimet e tij kyç me Luterin, për të cilat disa kundërshtar do t'i kërkonin llogari deri më një, kishin të bënin me skllavërinë e vullnetit dhe darkën e Zotit. Qysh në vitin 1540, 10 vjet pas Augsburgut dhe 6 vjet para vdekjes së Luterit, Melanktoni botoi një version të përditësuar të rrëfimit me një pikpamje të rishikuar të darkës së Zotit. Kundërshtarët e akuzuan se ishte një kripto-kalvinist, kalvinist i fshet, për temën e darkës së Zotit. Megjithatë, përsa i përket pikës së dytë dalluese, ai u distancua dukshëm nga Gjeneva. Melanktoni e mohoi paracaktimin e dy fisht, të cilën e konsideronte si rrjedhoj të natyrshme të pikpamjes së Luterit për vullnetin, si dhe dyshonte që të paktën disa nga ndjekësit e Luterit po shkonin shumë larg në pikpamjen e tyre për skllavërinë e vullnetit. Udhëheqësi i luteranëve. Me kalimin e viteve, madje edhe pas vdekjes së tij në Wittenberg në vitin 1560, reformatori i qetë fitoi në një nga mosmarrveshjet e tij dhe humbi në tjetrën. Në formulën e ujdis të vitit 1577 dhe librin e ujdis të vitit 1580, ortodoksia luterane nuk i kushtoi shumë rëndësi doktrinës së paracaktimit, duke mbajtur anën e Melanktonit, dhe pohoi praninë reale të Krishtit në darkën e Zotit, kundër Melanktonit. Nga këndvështrimi i reformuar, që të dyja vendimet shkuan në drejtimin e gabuar dhe shpjegojnë ndryshimet kyç mes të reformuarve dhe luteranëve në ditët e sotme. Mund të themi që ujdia do të kishte bërë mirë që të dëgjonte Melanktonin për darkën e Zotit dhe Luterin përsa i përket skllavërisë së vullnetit. Në fund të fundit, Melanktoni u bë udhëheqësi intelektual i luteranëve. Ai jo vetëm që ishte teologu i parë sistematik i reformimit dhe një prej figurave të tij më të rëndësishme, por gjithashtu krijoi sisteme arsimore që e bën luteranizmin të fortë të qëndrueshëm, jo vetëm në këto kohë pa qëndrueshmërie, por edhe në ditët më të trazuara që do të vinin. Perëndia i përdori për mirë dhuntit, sjelljet e çuditshme dhe madje tiparet kontradiktore të Melanktonit për ta përforcuar teologjinë e reformimit si një forcë botëndryshuese.